Një rast i konstatuar me sëmundjen e baktive në njësinë postrip të bashkisë Shkodër bëri që ndalohet lëvizja baktive në tregjet e kësaj bashkie, por fermeri Edmir Repaj nga fshati Kodër Boks i njësisë postrip thotë se janë penalizuar në mënyrë të padrejtë për sëmundjen e baktive. Ai ka rreth 300 krerë bakti dhe kërkon më shumë subvencione nga shteti pas janë drejt falimentimit. Sipas fermerit Repaj, kjo nuk është sëmundja e parë që prek baktitë dhe nuk duhet krijuar panik tek qytetarët. Ne na kanë penalizuar në mënyrë të padrejtë. Për një arsye. Viruset që se kanë orë pe i Zotit, mirë se të vinë çdo virus. Kupton. Por 3 tuf kanë amet, ko dol foret blektoria, i kanë 7 vjet ko rroc 10 si i di prej ardhen tuf, e kam me pasion, kam shëtit Evropën, kam zonata tjera e baj me pasion. Thot doli virusin postrip. As se na zot sot me furnizu, as shat na ton, prap dojnë me na penalizu. Subvencionime më të tepër të janë drejt falimentimit, na dana fillimi i ri, smunje s'ka marrë, ku ka smunje? Smunjen janë shumë profesionalista veterinarë, se janë njerëz tonë, ma duhet me mbrojt tonë populli. Aktualisht kam 300 krenë. Sa të kanë cofë, ngordë? Mu kur një s'ka ngordë, ku më kanë ngordë? Kanë ngordë? Ngordhin baktia gjithmonë na i hap gjatë, na ka dam të ujku, po jo pe smunjeve më. Nuk ka smunja parë si vjen, a disa viruse vinë për më shoku jam. Jonë smunje që si transmetohet nga kafsha në kafshë, si kurohen, populli mos mojnë panik, ako vjen. Penalizohet fermeri, pse penalizohet? Ti del në tregat, ja, merre, kuron, harxhon lek, kja është. Populli ti bajzirë e blejt e fermeri, shqiptar, hajde në fermë, kje dëshmitar, nga gjitha zonat, për pashke, për bajram, kanë orë në stallë, marrin të onë, çfarë shihet ka, çfarë kvaliteti. Kja është. I këtë duhen me një muzë gjithë kënë si punon me djerës balit. Si shkak i ndalimit të tregtimit, fermeri Repaj thotë se dëmi ekonomik është i madh teksa baktitë e tij nuk kanë sëmundje. Nëse tregtojmë asnjë gjë, unë s'kam shit për kurbani, kam tanat postra i tutëm ballit, zot pasha më kanë bërë dëm ekonomik. Shumë mall, s'e kam shit asnjë. Stresi është shumë i madh se ako me ton, me kanë një rregull tash. Ai keni bën analiza të sfundmi mas mërtojs ajo? Si kanë bën më burr analizat më burr. Çfarë thotë po nuk ose tani, thoshë edhe nëse mërtoja ka pe Zotit, kafshë si oni këtë tufa jote ka rezultu e pastër tash. E pastër është kanë gjithmonë më. Mundet me kalu çdo virus mos, e kalon para njerit kafsha, po kafshë tu në mal e kalon më kollaj më djal. Para pak ditësh në fshatin Ndomën të njësisë postrip u konfirmua një rast i mortajës së ruminanteve të vegjël, ku me pas u morën masa për bllokimin e lëvizjes së kafshëve në tregjet e thertore në zonën e Shkodrës dhe Malësisë së Madhe.